Në kuadër të lëndës hyrje në matematikën financiare, sot do të flasim për njësimin proporcional dhe përqindjen, si dhe njësimin e interesit të thjeshtë. Qëllimet dhe objektivat janë që të diskutojmë për zgjidhjen e një proporcioni sipas njerëz së panjohur, njësimin procentual, si dhe njësimin e interesit të thjeshtë. Njësimi proporcional fillimisht për pjesë të dy numrave A dhe B të ndryshëm nga 0, quhet herësi i tyre A thy për B, për shembull 10/4, që është njësoj sikurse thyesa 5/2, pasi që të dy numra 10 dhe 4 janë numra që plot pjesëtohen me 2, pas thjeshtimit arrim në rezultatin 5/2. Barazimi i dy përpjesave quhet proporcion. A në raport me B është e barabartë me C në raport me D. Një proporcion i tillë vlen atëherë dhe vetëm atëherë kur vlen barazimi A herë D e barabartë me B herë C, apo ndryshe siç njihet si edhe shumëzim i kryqëzuar. Në vazhdim do të marrim disa shembuj të cilët lidhen pikërisht me njësimin proporcional. Në vazhdim kemi ekuacionin 5 në raport me x është e barabartë me raportin 25/12. Duke shfrytzuar relacionin paraprak të barazimit të dy proporcioneve, kemi 25 herë x është e barabartë me 5 herë 12. Duke pjesëtuar barazimin e dhënë anë për anë me numrin 25, arrim në relacionin x e barabartë 5 herë 12 ndaj 25. Pas thjeshtimit të thyesës me numrin 5, kemi 12 ndaj 5 që është e barabartë me 2/4, që njëherit paraqet edhe zgjidhjen e ekuacionit të dhënë. Tema e radhës është përqindja. Në lidhje me përqindjen kemi 3 madhësi të cilat lidhen mes veti. Madhësia e parë është sasia kryesore, që ndryshe quhet edhe kapitali, zakonisht shënohet me variablin k, dhe është madhësia nga e cila duhet të llogaritet shuma e përqindjes. Koncepti tjetër është përqindja, që zakonisht shënohet me shkronjën p dhe paraqet 1/100 në pjesë të asaj madhësie. Dhe e fundit është shuma e përqindjes, apo ndryshe siç njihet si interesi, shënohet me shkronjën i dhe është vlera e llogaritur e përqindjes nga sasia kryesore. Lidhja në mes këtyre 3 koncepteve është me anë të proporcionit. K në raport me i, pra kapitali në raport me interesin, është një lloj sikurse numri 100 në raport me përqindjen e dhënë. Në vazhdim do të marrim disa shembuj të cilat pikërisht lidhen me raportin ndërmjet kapitalit, interesit dhe përqindjes. Shembulli vijues thotë: çmimi i një prodhimi është 380 euro dhe përqindja e zbritjes është 5%. Kërkesa është sa është interesi i dhe çmimi i ri pas zbritjes. Fillimisht bëjmë identifikimin e të dhënave nga detyra, ku kapitali K është 380, përqindja është 5, ndërsa kërkesa e detyrës është të llogaritet interesi dhe çmimi i ri. Duke shfrytzuar formulën që bën lidhjen në mes të këtyre të dhënave, kemi i barabartë me prodhimin e kapitalit me përqindjen në raport me numrin 100, pas zëvendësimit të dhënave K barabartë me 380 dhe përqindja me 5, thjeshtimeve të nevojshme algebrike arrin përfundimin që interesi i është e barabartë me 19. Tani, për ta llogaritur çmimin e ri pas zbritjes, marrim diferencën e kapitalit me interesin e fituar. Pra, 380 minus 19, çmimi i ri do të jetë 361 euro. Shembulli i dytë në këtë rast është i ngjashëm me të parin, vetëm ndryshon kërkesa e detyrës dhe thotë: nga panxar sheqeri fitohet 18% sheqer. Kërkesa është sa kilogram panxar sheqer do të nevojiten për të fituar 13.113 kg sheqer. Fillimisht identifikojmë të dhënat e detyrës, ku qartë na mungon kapitali K, vlera e dhënë e përqindjes është 18 dhe interesi i fituar është 13.113. Përsëri shfrytëzohet formula e proporcionit të dhënë në mes këtyre 3 të dhënave
dhe fitohet vlera e kapitalit K, që është e barabartë me raportin e prodhimit të interesit me numrin 100 ndaj përqindjes. Pas zëvendësimit të vlerave të interesit dhe përqindjes, të shtimeve të nevojshme algebrike, arri në vlerën e kapitalit 72.850, dhe që paraqet njëherët edhe zgjidhjen e këtij shembulli. Në vazhdim do të flasim për interesin. Dihet që kemi dy lloje të intereseve, interesi i thjesht dhe ai i përbër. Në vazhdim do të flasim për interesin e thjesht. Fillimisht, duke pasur parasysh formulën që sapo prezantuam, lidhje në mes të kapitalit me interesin dhe përqindjen, tani do të dallojmë 3 raste të llogaritjes së interesit të thjesht të bazuar fillimisht në vite, ku është formula e dhënë K në raport me I interesin, është e barabartë me 100 ndaj P herë N, ku variabli N paraqet numrin e viteve për të cilën dëshirojmë ta llogarisim atë interes. Në mënyrë të ngjashme, kemi edhe formulën e interesit në baza mujore, si dhe atë në baza ditore. Në vazhdim, do të marrim nga një shembull për secilin prej këtyre rasteve. Pra, shembulli vijues thot, sa interes do të sjellin 750 euro me interes 5 të plota dhe 1/3 e përqindjes për 3 vite. Përsëri, identifikojmë të dhënat, ku kapitali K është i barabartë me 750, vlera e interesit është thyesa 5 të plota dhe 1/3, por duke pasur parasysh se përqindja është dhënë në trajtën një thyese të parregullt, me veprime elementare e kthejmë atë në një thys të rregullt, duke bërë shumëzimin 3 herë 5, 15 plus 1, 16, pra përqindja është 16 në raport me 3 dhe numri i viteve është 3. Tani, duke shfrytëzuar formulën e interesit të thjesht në baza vjetore, që është kjo K në raport me I është e barabartë me raporti 100 ndaj P herë N, arrim në përfundimin që interesi është e barabartë me raportin e prodhimeve të kapitalit, përqindjes dhe numrit të viteve ndaj numrit 100, duke bërë zëvendësimin e të dhënave në vend të kapitalit 750, interesi 16 ndaj 3 dhe numri i viteve 3 ndaj numrit 100. Duke bërë thjeshtimet e nevojshme matematikore, arrim përfundimin që vlera e kërkuar e interesit është 120 euro. Një shembull i ngjashëm, vetëm tani kemi interesin në baza mujore, është shembulli vijues që thot: cili kapital do të sjellë për 9 muaj me përqindje vjetore 7%, interes prej 15.750 euro. Tani, shfrytëzojmë formulën e interesit në baza mujore, ku numri i muajve është 9, përqindja është 7, dhe vlera e interesit është 15.750 dhe mungon vlera e kapitalit K. Në këtë rast kemi K barabartë me 100 herë I në raport me P herë 12 ndaj M. Duke bërë zëvendësimin e të dhënave, arrin përfundimin që vlera e kërkuar e kapitalit do të jetë K barabartë me 300.000. Shembulli vijues tregon për vlerën e interesit në baza ditore dhe shembulli thot: në qoftë se më 24 prill do të deponohen në bank 6.000 euro me përqindje vjetore prej 7%. Atëherë, sa interes do të fitohet deri më datën 29 tetor të po këtij viti? Nga detyra kemi që vlera e kapitalit K është 6.000, vlera e përqindjes është P barabartë me 7, kërkohet të llogaritet interesi I. Mirëpo, fillimisht duhet të bëhet llogaritja e numrit të ditëve nga 24 prilli deri me datën 29 tetor, që janë gjithsej 185 ditë në sistemin bankar. Sipas formulës së interesit të thjeshtë në baza ditore, kemi I barabartë me K herë P herë D ndaj raportit 100 herë 360. Dhe pas zëvendësimit të këtyre 3 vlerave, pra ndryshorja K barabartë me 6.000, numri i ditëve është 185 dhe përqindja 7,
kalkulimeve elementare matematikore arrim tek vlera e parafort prej 215.083 euro, gjë që paraqet edhe vlerën e interesit të fituar brenda kësaj periudhe kohore. Shembulli vijues dhe i fundit për këtë pjesë është në çfarë përqindje vjetore të interesit prej 7.125 euro sjellim për 96 ditë interes prej 152 euro. Pra, kërkesa e detyrës është që të njësohet vlera e përqindjes, ku kapitali dhënë është prej 7.125 euro, numri ditëve është 96 dhe interesi i është i barabartë me 152. Përsëri, shfrytëzohet formula e interesit të thjesht në baza ditore, me që rast kemi P barabartë me 100i ndaj kapitalit K, shumëzuar për raportin 360 ndaj D. Duke bërë zëvendësimin e të dhënave që sapo përmendëm, arrim përfundimin që vlera e kërkuar e përqindjes është 8. Në vazhdim, kemi edhe disa udhëzime për lexim dhe studim të mëtutjeshëm, ku kemi dhe faqen e dhënë, si dhe librin Matematik për Biznes dhe Economics të profesorëve Fatën dhe Muharrem Berisha. Si përfundim, në këtë pjesë diskutuam për nocionin e proporcionit, se si bëhet zgjidhja e një proporcioni të tillë, çka është përqindja dhe shembuj që lidhen me përqindjen, si dhe njësimi i interesit të thjesht duke u bazuar në baza vjetore, mujore dhe ditore.